Tavë e shishme me perime dhe me mish pule është receta për sot. Si fillim do vazhdojmë me marinimin e mishit, do të hedhim pak vaj, 1 lugë çaje piper të zi, 1 lugë çaje piper të kuq dhe krip. Erëzat janë sipas dëshirës, mund të hedhni dhe erëza të tjera nëse dëshironi. Të vazhdojmë ta përzijmë mirë dhe do të hedhim 1 nga 1 fileto të pulës. Do t'i përzijmë. Pasi kemi përzierë mirë, do t'i kalojmë në tigan dhe do t'i skuqim duke i kthyer nga një anë në tjetrën. Ndërkohë që filetot vazhdojnë të skuqen, do të presim 1 qep mesatare. Një spec të kuq. Dhe pasi filetot janë skuqur, do t'i kalojmë të gjitha në tavë. Më pas në të njëjtin tigan do të skuqim qepët. Do të hedhim pak vaj. Pasi qepa është skuqur, do shtojmë specin. Do vazhdojmë të përzijmë për disa minuta derisa të fillojnë të zbuten. Dhe pasi specët janë zbutur, do t'i hedhim 150 deri në 200 gram këpulla. Në të njëjtën mënyrë do të vazhdojmë, do t'i përzijmë për disa minuta. Do të hedhim piper të zi, piper të kuq, pak krip dhe salcë domatje, 1 deri në 2 lugë salcë domatje. Do t'i përzijmë për 2-3 minuta. Dhe do t'i hedhim rreth 100 ml ujë. Do ta lejmë të ziejë në temperaturë të ulët dhe më pas është gati. Do ta hedhim salcën që përgatitëm tek filetot e pulës. Do ta përhapi mirë nëpër të gjithë tavën. Dhe në fund do të hedhim sipër djathë kaçkavall.
Pasi hedhim djathtin, do ta vendosim në furrë të parangror me 200 gradë për rreth 20 minuta, derisa djathti të jetë shkrirë plotësisht. Unë e kam shoqëruar me patate pure, por sipas dëshirës ju mund ta shoqëroni edhe me pilaf ose me makarona. Nëse e provojnë në këtë mënyrë, ju bëft mirë. Dhe nëse video ju pëlqeu, mos harroni të bëni like, koment dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Shumë faleminderit që më ndiqni.